A ka një certifikim zyrtar për këtë produkt? Sot në treg dëgjojmë shumë termat polinukleotide, ADN salmoni. Unë dua të ndalem pak këtu sepse është shumë e rëndësishme dhe si trajnere e restoranit më takon të bëj këtë sqarim. Jo çdo ADN salmoni është polinukleotid dhe jo çdo polinukleotid është njësoj. Për mua si mjeke nuk është e rëndësishme të lexoj vetëm etiketën e një produkti, por dua të di teknologjinë e prodhimit, kompaninë, evidencat klinike, sigurinë që ka ky produkt. Pra një pacient nuk duhet vetëm të ketë në fokusin e tij se po injekton polinukleotide, por cilin produkt po injekton. Reduran ka disa specifika që e bëjnë atë të marrë një epërsi sot në tregun global. Reduran përdor si burim të lëndës parë salmonin e egër, prodhohet me teknologjinë DOT, është pjesë e një kompanie, është produkt i një kompanie farmaceutike dhe lider global si Pharma Research dhe gjithashtu përmban, është i vetmi që përmban një nga certifikimet më të rëndësishme si CE MDR. Në vitin 2021, rregulloria europiane e mbi produktet e injektueshme fut certifikimin CE MDR dhe për ta marrë këtë certifikim duhet një sër kushtesh, si evidencat klinike, dokumentacione teknike, studimet e njëpasnjëshme dhe Regjurani ka plotësuar gjitha këto.